Po, çfarë i hyn në punë? Ju lutem. Çfarë ju hyn në punë minatorëve që raskapiten tetor në galeri Lamborghini i Noizit. Në thoni Qarë u sjell minatorëve Lamborghini i Noizit? Dëgjoni miq, sot ai në Devol tha mosha e ka bërë të rrjedhur Berishën, prisni. Unë nuk i them se e i rrjedhur Edi Rama, jo nuk e i rrjedhur, Edi ti nuk e i rrjedhur, po ti e i tremur, je i tmerruar, në qoftë se, jo, ti bën si i rrjedhur, nuk e i rrjedhur, ti edhe klon bën. Prisni, por prap, hajde këtu në të sallë, të dalim para këtyre burrave. Po ta mban, hajde këtu. Mos dil me Lamborghinin e Noizit, po dil me këte. Hajde, dil me këte. Dil pak këtu, ndigjoj këta burra, çfarë sakrifice bëjnë, çfarë sakrifice kanë bërë. Po ty, as që ta vret për ta fare se ekzistojnë. Se mendjen e ketë Lamborghinit, e ketë kopshti Eden, që blen 5 milion euro për të englendisur syt, dhe të smurt i len pa ilaçe. Dhe të smurt i len pa ilaçe në spitalin onkologjik. Ndaj dhe lëre ato ti, nuk e i rrjedhur, ja u them unë ju. A i bërë klonin, nuk është klon. Jo. As klon nuk është. Problemi ti është se nuk di ku të fus kokën sot. Tani ai nuk di ku të fus kokën. Se do t'ja u them një fjalë këtu. Ai është në rreth të kuq. Po. Pse është në rreth të kuq ai? Ja u them, prandaj dhe bën herë klonin, herë paljaçon, herë këtë herate, të bëjë ç'të doj. Po është në rreth të kuq, nuk del nga rrethi. Pse? Thjesht, sepse ky, siç u damkos në rezolutën e udhëheqjes politike më kryesore të Europës, nga 82 parti politike me 14 kryeministra, kancelarin gjerman, udhëheqës e komisionit e tjerë, ky është armik i pluralizmit. Ky është armik i opozitës. Ky është armik i votës lirë. Ky është si përbashkët me krimin. Ndaj dhe ta ketë të qartë ai se kur gjerë orën e fundit të jetës tij, këto damka nuk i hiqen. Nuk del nga rrethi i kuq më. E dyta miq, sigurisht që unë bëra gjithçka të paraqes të vërtetën tuaj në Europë dhe në botë. Bëra gjithçka që duhej bërë, por ju garantoj se asnjë presje Europa nuk do ta pranonte po të mos vërtetohej se është 100% e vërtetë. Kështu që në rast se ata e klaposen si njeri që përpiqet të shtyp pluralizmin, pra përpiqet për një shtet monist, si njeri që shtyp dhe burgos opozitën, si njeri që blen vota, blen me lek, blen me kanabis, blen me prokurime, blen me le ndërtimi, të rreshtura të gjitha aty i keni. Në rast se ata e damkosen duke i thënë se ke si përmarrje të përbashkët me krimin, Edi Rama, ke marrë fund. U përpoqe ti bësh gropën në opozicë, po kera vetë për të mos dalë kur më. Ta dini këtë. Nuk del më.
Ndaj dhe 11 maj, le të bashkohemi, pavarësisht nga binjet politike. Minatore të gjithë, çfarë binjesh keni, statusin do ta gëzoni. Pensioniste, pensionist, që të gjithë pa përjashtim, nuk do keni kur më pension në 200 euro. Dhe sot janë 57% e pensionistëve me pension në 200 euro.